Mbani gjithmonë me vete pak krip. Kur të mësoni arsye, nuk do ta hiqni kurrë nga xhepi. Shumë njerëz mbajnë me vete një biskot, një karamele ose një pako të vogël sheqeri. I përdorin si mjete emergjente kryesisht kur ndjejnë se kanë rënje të niveleve të sheqerit. Por nëse nuk e keni menduar më parë të mbani një pako me krip të vogël ose krip të mbështjellë në një letër, mund t'ju shpëtojë jetën. Presioni i ulët i gjakut është një problem shëndetësor që shkakton shenja të tilla si marrje mendsh, dobësi, lodhje të vjella, gulqim, vizion të paqartë dhe lëkurë të ftohtë. Kur presioni i gjakut është shumë i ulët, kjo gjendje mund të çojë në rrjedhën e pamjaftueshme të gjakut në organe të tilla si truri, veshkat ose zemra. Uji i kripur mund t'ju ndihmojë në trajtimin e presionit të ulët të gjakut për shkak se natriumi rrit presionin e gjakut. Kështu për të shpëtuar gjithmonë veten nga presioni i ulët i gjakut është të mirë të mbani pak krip me vete në xhupin tuaj. Kjo do t'jetë një mjet lehtësimi për ju.